shpejt një haul të shpejt nga aksioni. Atëherë, kam marrë këtë për organizim, këtë gjën këtu, është shumë e mirë, kam marrë dhe një të madhe po e kam përdorur, më konkretisht ja tek është dhe shikoni pak brenda, kam futur gjithë tasat e plastikës që përdoren për të marrë ushqime vete për punë ose për mbajtur gjëra ndryshme, mund të na duhet gjithmonë. Është kështu dhe thjesht e fut në dollap, në sirtare edhe e tërheq dhe me këdo. Është shumë e mirë dhe shikoj sa mirë organizon. Dhe duket shumë estetike. Pastaj tjetër kam marrë këto bojrat. Edhe më duhen për ca pigmenta. Për një diçka që jam duke bërë. Pra kjo është aromë pëthoja për shtëpinë, kishe shumë aromë të mirë, ndërsa kjo është për të pastruar. Edhe e kam parë që është shumë e mirë dhe. Kam marrë këto sfurgjerat që janë për enët thonte, thashtë i provoj. Atëherë, sapuna, këto ishin super. Kam marrë divanin me këto, edhe ja super vlenin. 99 euro bënte njëra dhe ishin super, prandaj të mora 3. Me pak fjalë kaluan testin, e mora një për të testuar, por realisht ja super vlenin. Mora dhe këto, sepse normalisht me 2 mance në shtëpi është e pamundur mos të duhen. Pastaj, bojra. Kemi marrë bojra sepse kam ca gjëra për të lyer dhe të shikoj se si të dalin. Kemi marrë 2-3 kuti. Mora këtë që është gold dhe lyen gjëra ndryshme. Prapë dhe kjo më duhet për këto punët e vogla që po bëj. Pastaj, lecka shtupa si quani ju. Për në shtëpi për pluhurat normalisht për xhamat, sepse gjithmonë duhen. Okej, këto bisi s'ka nevojë për koment, thjesht fare do le dia të qëruara. Furça, një bojë verdh, prap për punët e mia. Dhe fundit kjo fisha për karikim, për pajisje të ndryshme duhet në shtëpi. Dhe kjo, sepse kam disa prisa që nuk kanë këtë, sidomos për hekurin dhe më duhet. Patjetër. Okej, këtu ishte. Paqim, shihemi në video tjera. Mos harroni të bëni follow.